الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. الله نفندرojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë kon Allah subhanahu wa taala. E uzon rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb ndërsa të cilën e lën të humbur. Nuk ka kush që udhëzon rrugën e tij të drejtë, i dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmërim. Milionin radh parë t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme të begatshme, kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Do të vazhdojmë me hadithin e 15 që autori i librit e ka rëndit në librin e tij 40 hadithe dhe në secilin e hadith nga dy veçori. Hadithi i radhës është rreth një tematike që autori ka emëruar, thot kush dëshiron të shpëtoj nga zjarri i xhenemit, le ta zër vdekja duke besuar Allahun. Është një hadith me të vërtetë hadith i madh që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon si me shpëtu prej zjarmit të xhenemit dhe si me hyrë në xhennet. Besoj që çdo besimtar në jetën e kësaj bote, gojlja e tij më e madhe është me shpëtu prej zjarrit dhe me u bë prej xhennetlive. Kjo është, do të thotë, edhe para që Allahu subhanahu wa taala na ka kriju neve që me na provu cili prej neve është ma vepër mirë. Huwa alladhi khalaqa lakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thot Allahu është ai i cili juve ju krijoi për më ju pa juve cili prej juve, më ju provu juve cili prej juve ma vepër mirë. Në dynjë njerëz maten apo ndohen dy lloje. Jo në këtë standardin e ton përgjithshëm, se në standardin ton të përgjithshëm Allah i bof rahmet çfarë ndamje bojmë. Kem këtë ndarje, domethënë me interes. E bojmë, e ndajmë, apo i jepim dikujt ndonjë epitet që ai se meriton. Ndërsa te Allahu subhanahu wa taala njerëz përgjithësi ndahen vepër mirë dhe vepër këqij. Vepër mirë dhe vepër këqij. Ata që bëjnë vepër të mira dhe ata që bëjnë vepër të këqija. Dhe Allahu na ka treguar vepra e mirë ku e ka përfundimin dhe vepra e keqe ku e ka përfundimin. Për atë ky hadith, që është hadithi i Abdullah ibn Amrit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yadkhul al-janna فليأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që hadithin e transmeton Abdullah ibn Amri, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush dëshiron të shpëtoj nga zjarri, domethënë për zjarrin e xhenemit, kush dëshiron të shpëton nga zjarri i xhenemit dhe të futet në xhennet, me shpëtu zjarrit dhe më u fut në xhennet, le ta zër vdekja atë duke qenë besimtar në Allahun dhe në ditën e fundit. Këto janë dy kushtet e imanit. Dy kushtet e imanit. Imani ka 6 kushte. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadri khairi wa sharrihi. Me besu Allahun, melaiket e tij, pejgamberet e tij, librat e tij, ditën e kiametit, edhe me besu caktimin e tij, qoftë i mirë apo i keq. Këto janë 6 kushtet e imanit. Këtu këtë hadith po përmenden 2 kushtet e imanit, po përmendet kushti i parë dhe kushti i pestë. Kushti i parë edhe i pestë. I pari është me besu Allahun. Pejgamberi sa thot, kush don me shpëtu prej zjarrit dhe me hyrë në xhennet, me u fut në xhennet, le ta zër ato vdekja duke qenë besimtar, duke besu Allahun dhe ditën e fundit. Edhe pastaj ka përmend një kriter tjetër. Këto dyjat, ta beson Allahun edhe ditën e fundit, ka të bëjë me stjerë e Zotit. Apo kjo e tretë tha pejgamberi sa
وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ, dhe të sillet me njerëzit si ka dëshirë që njerëz të musil me ta. Kjo raport njeri me njeri. Do më thonë këtu del përshpërshmëria e madhe e kësaj feje, këtij dini, se dini islam nuk ka ardhur neve vetëm se me mendu na veç për ahiretin, po ahireti duhet të jetë prioriteti jon. Prioriteti jon në jetën e kësaj bote duhet të jetë bota e përjetshme, por jo me lënë mungi këtë dynja. Këtë dynja s'bën me lënë mungi, sa Allah këtë dynja ka kryu për ne. Allahu dynjan e ka kryu për ne. Që ta thot Allahu te bareke ve taala, "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Mos e harro të thot hisën tonë prej dynjas. Ta kena hisën dynja, po që kjo hisë e dynjas nuk duhet të jetë do të thot prioritet i jetës e me harun ahiretin. Për atë këtë ajet që e përmend Allahu, çka thotë edhe ne kem pas hutbën gjymon e kalume, pikërisht për këtë ajet, çka thotë Allahu, "Wabtaghi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Shfrytëzoje thot ata të cilën Zoti ta ka jap me fitu kon botën e përjashme. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe mos harro hisën tonë në dynja. Domthon hisja në dynja është e jotja, ama nuk është prioritet. Për fat keq shumë njerëz sot hisën e dynjas e kanë bërë prioritet. Kur i thoshte hajde mu fal, thotë jo s'kam vaksin të punu. Thoshte që Allah subhanahu wa taala i ka thënë mas sportin Kur'an atij që ti duhesh me punu. Duhet me punu, puna pobre, puna, jo ndoshta disa gjëra obligative që ndërlidhen me jetën, s'ka nevojë dikush marrë me na thonë na bëne, por po që duhet me punu. S'ka logjik njeri po punu. As feja, as Zoti, as kërkush nuk e don njerin që është badjavxhi. Badjavxhit Allahu si don. Badjavxhit Allahu te bareke ve taala nuk i don. Allahu i don njerëz të cilët janë besimtar, po në kohë edhe punojnë, i mbajnë familjet e veta, kujdesen. Ajo Omeri i Madh radiallahu anhu në ditë për ditëve hinin në xhami, e pa një njeri u fal, ju afru, tha, kush je ti, kallzoi ai? Tha, a ke familje? Po, tha, kush kujdeset për familjen tonë? Tha, vallahu ne kam një vëlla kujdeset për familjen edhe për familjen time. Çai tha Omeri? Tha, nëse nesër të gjoj apet këtu në xhami të gjoj, kime pati çka ka me gjetë. Omeri ka pasat edhe ka pas në shtokë, me qatë shtokë ka heri kari njerëz me to. Ama tash nuk me marrë dikush afro me thonë, apë shë Omeri, se tash ka njerë në ndigoj neve para vakaverave të dhe, apë shë që pas ka thonë Omeri. Qa po shkoni në xhami, u vesh po fali, ja ka dole, s'mirë dhe shtu pun, jo. Xhamia është ne, puna është dhe. Po, xhamia është ne, puna është dhe. Kush të thot që çfarë do punë tjetër është ne para namazit, vallaj të ka rajt. Vallahi jo ka do me të mashtru, vallahi po do me të humb. Jeta në dynja është e shkurt. Ne na dëshmitar vetë, sa shpejt po na kalon jeta. E shohim, çdo ditë do të thotë, çdo ditë Allahu te bareke ve taala na çon kanë i fakt me tregu se jeta në këtë botë kalimtare. Na vdesin familjar ton. I shohim çdo ditë tu i përcjell për ahiret. Në të shekëshur, për shembull, e ke pas babën, të karnu pezojmë 60 vjetë, 70 vjetë, ka punu, o mundu i shkret, i kret. Po mirë, a ka marrë diçka me veti baba? Kur që s'ka marrë? Këti kalon në mas, këti kalon të ti, edhe ti ki me ilo ti, vëlloj, billoj, nëse baba ka punu 60, ti 100, a pët ki me ilo në mas, edhe ty komi ti trashikua me ladiut. Ama që ka mërë me veti namazin, punë të mira, a përshë që duhet me pas kujdes dashurit e mi, me pas kujdes do me thonë se qka po pëjmë në për ahiretin tonë. Ka disa njerës, wallahi qështën e dynja se kanë që thojnë 100% e ka. Krejt, mashallah, që alhamdulillah, unë e kom punën, i kom rahatu fëmijët e këtë mirë, bravo, edhe kjo e pëlqysh më është. Po kërë javon pyeti ahiretin, a falë shvala, kaj herë, që kaj herë, s'ka më në ndinin e Zotit kaj herë, a falë shtira, kaj herë, si me thonë mi thonë dikuj, a hanë buk, kaj herë, që kaj herë, jo me mongër buk kaj herë, shkon hopa, edhe me besu s'ka kaj herë, nuk ka kaj herë, a shkon xhami, kaj herë, këto këtë kaj herë, këtë kalzojnë sinjale se këtë njeri, e ka shkëput lidhjen me Zotin. Unë e kom thonë që më në kalume, po du me eri përsërit apet. Nëse e shë vetën, që po jese a ma lërgë, sa ma lërgë shpive të Zotit, shumë rallë po hinto,
dije vallahi billahi se kjo është një selam. Ta ka thënë Zoti një selam se ajo është larg teje. Allahu është larg teje. Është larg. E nëse Zoti i rin dikuj larg, vallahi kur hajt s'ka me bu. Ti mundesh u mashtru me dorraqe në dynjë që tu mashtrohesh auton cilën do parën e përdor, se parja nuk ka kriter që jeti buri mirë. Ai është musliman i mirë. Se pasunin Allahu ja jep muslimanit edhe jo muslimanit. E bën ndonjë çafer, ndoshta që thotë edhe s'ka Zot edhe shan Zotin ai ka tonat i ka pi dynjas. Ama Allahu subhanahu wa taala imanin, besimin nuk e besa ato që don. Nuk ka gjë më të shajtë se besimi në dunjë. Nuk ka gjë më të shajtë në dunjë se besimi. Do të dashurit e mi për këtij hadithi që e përmendëm, që pejgamberi sa pe citë edhe në ra hadithi thotë pejgamberi alayhis salam, kush dëshiron të shpëtojë nga zjarri dhe të futet në xhennet, let ta zër atë vdekja duke qenë besimtar në Allahun në ditën e fundit dhe të sillet me njerëzit ashtu siç ka dëshirë që ata të sillen me të. E para, shpëtimi dashurit e mi, shpëtimi fillon me besimin e pastërt. Wallahi billahi nuk ka me shpëtu askush përderisa nuk e ka besimin e tij të pastërt. Besimi, akidja, që i thonë në terminologjinë fetare, akide i thonë besimit. Imanit. Pa pas iman të pastërt, besim të pastërt, nuk mundesh me shpëtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson se njeriu duhet ta pres vdekjen me besim të sinqert, me besim të pastërt në Allahun, pa shirke, pa shirkiate, pa dyshime, pa bidate, pa gjëra që ndytin imanin. Ama jo tha besimin e po. Tha unë jam besimtar, po na pejon që kanë tha besimtar atë çot në kohë. Allahi në kohë, mashallah te barekallah. Këroç krejt kur do të shkoj. Kur e dile zolin, Allahu akbar. Çato kop, çu kop kur u përmend Allahu, shohën me shku në xhami me fal namazin. Tash na I thojmë, ti arrejtën të parën anë dytën. Ç'do ishe I sinqerti? A ishe I sinqertë në parën kur u përmend Allahu që u çove në kom, apo në dytën kur po thirret te zoni e s'pi përgjigjes së zonit? Ç'do jeti? Ç'është un putë Zoti? S'ka të nana dha afa, t'ja ki po ku arin që menduria. Vjen, ajo aut, as falet, as agjeron, lërk imanit, lërk punëve të mira, vjen e kapit një besimtar që mundohet me ndajt rrugës drejt, mi do të një besimtar ma shumë se ti. A I keni di këto muhabeta se keni di, të na bom, të na, qëtu, nuk po thëm jo qëtu, po jashtë mure dhe kena do, kur të mledhem në për të pama, aty ka e nis, ani do kur po me po tash po më vjen keq ka njerëz që po shkon pama aty me respektu, ato që I ka vdekës, po mundesh me aprish janis do një po, hoj, o dek tash neve këtë nadhime çdo kush një maç kur cof, neve nadhimet apo. A tha kjo xheneti, çu është xheneti për vllokë? So nuk futa me vlloku. U zbardhe me, u rrudhe me krejt, u mundu me bo putbira, e tu I dek godi la bosa dhe apet kur polista 5-6 veten në kandar që sejna, po Allah pak po u përgjit, po hi kanë zeti, pak zor kena me hinë gjennet, në inshallah gjenneti në bën Zoti nasib. Ha, ma e shajcore, o fal jo, a ka gjeru jo, va kjo gjennet libe, qka, me cëllit gjennet, po me gjennetin e pejonve, po, ka në pejon një gjennet, e kena në pejon një gjennet tonin a vodon. Po, ama gjennetin Allahut, ja, gjenneti Allahut do në vepra, do në amel, do në iman, do në besim, do në namaz, do në agjerim, do në zeqat, do në haqj, do në putbira, do në mos mi posullum tjetrit, do në musilmir. Që kjo gjenneti Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe apë ma dhelik, edhe tu I bo këtë që të pun, apet që kitë garantu me gjennetin. Kur kush me pun të vetë asin gjennet, I thanë, ja Rasulallah, astja, tha as unë e përpëveshme se Allahun prek me rahmetin e ti. Do thot, shpëtimi fillon me besim të pastër. Pastaj besimin Allahun nuk është vetëm thuash besoj. Sot komeri baja këtë temë se të la është shumë e popularizuar këtë temë. Edhe është shumë in që pitën këta kullerat. Është shumë in. Po vallahi, in shumë. Tha unë e besoj, besimtar jam, mashallah. Hajtë kalzën e pak ta shohim besimin. Anaj do vepra, do frytet besimi, se besimi ka fryte. Ka vepra. Besimin Allahun nuk është vetëm me thonë unë besoj, por besimi çka është? Të bërë se ai Allahu subhanahu wa taala është furnizues. Unë tash nuk po du me fol në aspektin terminologjik, me ngarku në aspektin akademik këtu. A di çka besimi? A di çka tauhidi? Tauhidi rububia, uluhia, asma wa sifat.
Njësimin zotim, njësimin adhurim, njësimin emrat të cilësitë e Allahut. Po du pak me çkokluk, apo me kuptu më mirë. E para, çka është besimi në Allah, me besu se ai Allah subhanahu wa taala është Zot i vetëm, krijues, furnizues. Ai meriton të mbështetemi në të. Ai është që du t'i nënshtrohemi atij, t'i bindemi urdhrave të tij, ta adhurojmë vetëm atë. Dhe mos t'i bëjmë shok atij në adhurim. Dhe të pasoj të largohemi prej mëkateve. Po ashtu besimi në ditën e fundit, dashurit e mi, është që besimi në ditën e fundit është që të besosh se ka me ndodh, ekziston një ditë e fundit, që quhet dita e Kiametit. Kur ajo ndodh, ne kemë me dal para Allahut subhanahu wa taala, krejt i madh dhe i vogël. Edhe secili ka me jep llogari për veprat e tij para Allahut te bareke wa taala. Ky besim, pse ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pse ka përmend dashurit e mi? E ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith besimin në Allahun, le të zërë vdekjan me duke besu Allahun edhe ditën e fundit. Pse? Se që kjo e fundit ta rregullon çat parën. Qysh e rregullon e fundit të parën? Kur ti beson se ki me dal para Allahut, ki me jep llogari, a ka vend që ta shtu me thonë, a beson as beson? Ose ki me ditë që ki me dal para Allahut, du të me besu patjetër. A ka vend këtu për mos me bëj vepra të mira? Jo, patjetër se e din se ki më marrë në llogari. Apo shef, besimi në ditën e fundit e rregullon zemrën, e rregullon moralin edhe sjelljen. Shumë e rëndësishme kjo. Se ti e din që ki më marrë në llogari për veprat tuaja. E po do nuk kanë pardon. Në veprat e tyre, në sjelljet e tyre, moralin e tij s'ka pardon aftën. Gajle se ka. Pse? Edhe kjo tregon një shej se ky njeri domethënë ka problem me imanin e tij, me besimin e tij. Pastaj hadithi vazhdon, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Dhe thot letë sillet enes çela derën më mirë, çela derën të modën. Mos i ndalni radiatorët, edhe i kisha lut tash mos i përmendi se ky po ngjizot po e kpusin, këtu kjo muhabet veç për ju. Në xhami vjen veç më fal. Gjandara, sherifa, komandanta, këtu këti kena. Na kena nevoj për ushtara, të alvartë. Ushtar, po si ushtara, ima ushtari vjen, e dy vendin e vetë, s'ki nevoj mi ndalë radiatorat. Mos se bën zullum, vallaj biloj po. Na bëni zullum, qështu po bëni zullum, prishet ajo bëjë ki kushton, tani po du të më kuqën atje në helë, mi dhon gajre gjemat. Tani po du të mi lyp pare. Ju lutëm atë, për Allahun, jo veç tok, në krejt punë, se jo ndo këtu kur vinë, tash në shtacion gjumos, jo në dhe të 5 vak namaz, tu hija nis i krymë, apo su shti, këtu s'ka kujdestar, s'ka kush i krymë punë, mos i prek sendet, do më thotë që s'takojnë, edhe kjo për islamit mirë, që shtë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, min husnil islami tarku ma la ya'ni, për islamit mirë të robit është mos më marrë me punë që si takojnë. Me kallëzu që je muslimani mirë, nuk dush më marrë me punë që si takojnë. Që kjo është shenjë që tregon që ti je muslimani i mirë. Allahun xhenet ju qoftë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi", let vjen, let sillet me njerëzit si ka dëshirë që ata të sillen me të. Do thot morali me njerëzit është gjysma e rrugës për në xhennet. Gjysma e rrugës çka ke? Të zërë vdekja duke besu Allahun edhe ditën e fundit. Që kjo gjysma e rrugës. Gjysma e rrugës tjetër tha, mu sill me njerëzit ashtu që shki dëshirë ti mu sill njerëzit me ty. Do thot morali me njerëzit gjysma e rrugës për në xhennet. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vendos rregulla themelore, që kjo një rregull që na duhet me pas parasyve në raport njëri me tjetrin. Çfarë po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Leti trajtoj njerëzit si që ka dëshirë, a i vetë të trajtohet. Wallahi me pununa me shta. Me pununa me që të parim. Fetar, pasha Allah në kish me lullzu vendi janë. Ka në hadith pejgamberi s.a.s. thot, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ska besu as kush pe juve deri sa si adon të mirën vllaut veç që adon vetës. Na sot Zoti na fol. Na ja doj vetën, ja po shahojri vetit. Jo pa po shin hojri njerëz, na veç ja po shahojri vetit. Veç për veti. Për veti, për gru, për fëmijë tom që kaç. Vllau, s'ka gajtë, Allah. Këtë rankirin, 30.000 euro, vllau me bicikull zastovës. Para, mashallah te barakallah, qëta musliman të akhiru zamanit. Këtë ka bo një shpi 5 kat, vllau vet një kasoll që aty ja utan.
Ky shkon Palma de Mallorca, vëllau shkon te bazeni. Pa e parsha bu të ditë se këto Palma de Mallorca sa vlerë, kjo është diçka drejtë që e përmend as dias kur koma s'ka shkele, kur koma mos u shkel tos s'është ndaj çabe ndaj lezet atje, po diçka e përmend ashtu. Disa emra janë çështu na kopin kanë herë përpara, përmenden të njerëz edhe vetë edhe i thojmë ka herë di mas vetë çka do. Allah i dashur. Nëse më ja dash të mirën vëllau ton që ja don vetës. Ja don vetës të mirën, ashtu duhet më ja dash edhe vëllau ton. Edhe më urit edhe porosi për baballarët. Mësojni be fëmijët se kena krizë pasha Allahu, në betonan Allah subhanahu wa taala, jena në krizë të madhe. Nëse na nuk këndjellem si besimtar, me i mësu e vlad tanë mbar, edhe i laqim qështu me na i mësu qështu adetet e shti zemoni qka jonë, ku përne që këna me pa në vlad tanë. Po mësoj fëmijët tu kon të vegjel, vlau me motrën, nëse e blen nisa kes gjys për gjys me nda me hungër. Me i mësu pe i zvoglimit që mu konë për njëni tjetërin, që kur të rritën, një me konë për njëni tjetërin mu konë. Një me mu konë për njëni tjetërin. E jo me i lonë fëmijët, do më thonë, me i lonë fëmijët që se vetë globalizmi o të na të ranu neve, fëmijëve, krejtve. E para gjë, na mbytin, na shkatroj, si të ulem shvijat tona, si të cilë janë se kop telefonin një qash, këtë ju një salon, që tha një unin për qe shumë, e po i kem formen e sarkazme, do po, një me kjo, pak po do këtë humor, po së është humor, kjo me kajt. Tham ka hi mendja, tha, kur po vjen gruja e fëmija e këtë me e bo një grupën WhatsApp, bojmë muhabet ma shumë WhatsApp se që e në nësofë që aty. Sa hi e vërtet, vallaj e vërtet, për fat keq. E marrin fëmin, na i mbëtën fëmit tonë, pasha Allah i shkatrun fëmit tonë me këta. Ja u jepim këta, i shkon sobat, ti ta shëren aty në salon, do këtë që përën shlira, ma fëmija jëtë degradohet, fëmija jëtë mbaron. Këshore problematika që i kena sot na me fëmit tonë i kena. E din që, vjen këtë që jam të thonë, jam një farë gjysë mësusi, s'po thom që jam komplet, veç një gjysë jam, se i kam një 100 zanë sa qëtu në gjami që i mësaj autën. Edhe gjeneratave të lojshme. Allah i ka i herë kur ishti me ledzu, do s'din me ledzu. Edhe kur e veti thush, sa të glasë je? 5. Allah, 5 glasë din me ledzu mirë. Lezën si kjeri thujim, këtë me e i ka autën. Thush t'i vesh shkronën e kam su. S'ka shkron tjetër që i kam su. Kjo realiteti jonë, kjo realiteti jonë ma sporti vetë na, për Allah veç po të pysë, veç po të pysë, nuk po të provokoj, pasha Allah një, kur herën e fundit e ke lezu një liber? Cilë është libri fundit që e ke lezu? Do po mdo këtë libri fundit të kollë vitin e 4 e pas të kryt 4-tin, që aty të kur, që atër e ka qelë, edhe atërë Allah ndoshta kur on bet për vjeshtë. Ku do me të pa fëmija ty kur nuk shë fëmija me liber ndorë? Nuk që me liber ndorë, që ka po pret t'i bu për ati fëmis? A e tha e ka bu një salon të bukur, a tha e ki pa o qëfar salon e kom marë, ko me pa televiziorin majko që e kom pru. Plazma, si plazma, o që ka dush për e një televiziorin, a ki bo ndo një rat librave, a ka libra në shpe, a i që s'ka libra në shpe, a i s'ka shpi. Po të asherot, po t'ju nuk ngritet më në këj popull, ngritet me dije. Veç dija ka me ngrit këtë popull. Na nuk kena Zvicër. Da e kena Zvicër me pas ekonominë e fortë, Zvicër nuk ka shtet i madhë. Po është i fortë, qka ekonomisht, që e aseri po kështë, në Zvicër, në të ngë që apëllojë. Na se në Zvicër. Na për më posë Zvicër du të me i prodhu do t'jem të mirë të meqem, që i tutën Zotit, që kur t'i bojmë kryetara, jo me imbush gjepat e vetë. Po shë qëfar më zëma ke, se goti ka shtu thonë diqka, se shto qëfar, kom shumë qka me thonë, po du më koni matun. E ba që la muna, parlamentin tonë, po valloj aty po si cirku boj parlament. Cirk hesapi, u prish qeveria, ta zedhje, apet njejt, qata hujat njejt, vish do ma të gotë, do ma të shkurt. Në fund kush, i shkojnë tha 10 milion euro pi taksave të Kosovës. Shkojnë 10 milion euro. Papa, shkojnë, pi taksave të mija dhe tuja të auto. Pi qëtën e hiqave.
Unë publikisht jam të e thonë, vallaj bilaj kur që më dalë me votu, asë që kur ka me dalë. Hiq asë në mendje s'ka me më shku, ama ju që i delni me votu, hapi një sytë, mos jam një gjithë kuj vote, senati që shpo shkojnë, da tha i mirë o kë. I mirë kë milioneri, binguloguzit milioner. Qysh vla, qysh kështu. Unë e di që si na nuk i kena që i përshtu muhabete, ama deri sa nuk e qesim një njeri që i tutet Zotit, edhe kam i bot dobi këti vendi, kam i bot dobi këti vendi, jo dobi gjepit vetë. Se e në arritë të në thonë babalarë tonë, shkum na inshallah për ju bëhet mirë, ka njësë se sopi na me thonë për fëmijët tonë, me thonë, po shkojmë na inshallah për fëmijët tonë bëhet mirë. Mos ma kesh jetojnë kësaj pune. Zoti na e përmirësoj gjendjen tonë, na fal gjunohet, na bëf fet mira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.